Mirë se erdhët në emisionin radiofonik, Ora Poetike me Mozën dhe me Sandrin. E janë të udhëtojmë së bashku në kthinat e shpirtit të poetëve, atë heshtja merzë dhe fjala lind nga dritë që përshkon e rësirën. Le të nxjerrim prej andej nektarin e krimtarisë së tyre, vargun që ngjitet në ajër, ndjesinë që nuk shuhet me kohën. Në këtë orë poetike, zëri do të bëhet urë, fjala do të rezonoj dhe poezia do të marri frymë brenda nesh. Qëndroni me ne, sepse poezia fillon aty ku dëgjimi shndrohet në ndjenjë. Ju ftojmë të bëheni pjesë e këtij udhëtimi, të ndani vargjet tuaja, ndjesit dhe krimtarin tuaj me ne, për të përmbushur këtë orë me zëra dhe emocione të paharrueshme. Le të fillojmë. Mirëmbrëma të gjithë ju të dashur miq që sot jeni mbledhur për të vazhduar festimin e festave të cilët sapo i lam pas, por festat kur festohen me miq dhe me një shpresë që viti do të ketë hyrë i mbar dhe për më tepër me një emision si ky i sotmi, i cili do të sjellë një risi, siç kemi premtuar në fund të fundit, kemi thënë që ne do të startojmë me emocione ndryshe. Mbyllëm një vit me një karrierë të suksesshme, fal të gjithë të ftuarve, të cilët lanë gjurmën e tyre, lanë emrin, emocionet, vargjet, puhizën shpirtërore, lanë një histori në këtë emision. Ndërtuam së bashku dhe do të vazhdojmë të ndërtojmë së bashku, jo vetëm histori, por një emision ndryshe. Të dashur miq, sot kemi anoncuar dhe më parë që emisioni do të jetë në kujtim dhe në memorie të dy figurave të cilët i dhanë letërsisë një emër ndryshe. Me zërin e tyre hynë në letërsi me një forcë dhe me një emër të cilin ne kemi dashur dhe kemi preferuar ta sjellim enkas në këtë fillim të këtij sezoni të ri të emisionit Ora Poetike me Mozën dhe me Sandrin. Ju tashmë jeni familiarizuar dhe e dini që vetëm mua nuk më shikoni në këtë dritare të vogël pa prezencën edhe të bashkë moderatorit tim, Aleksandër Shalvari. Do të jetë pas pak, patjetër që do të vi ai dhe gjithë potenca e tij dhe gjithë ato thumbat e tij, të cilët ngacmojnë të ftuarit tan. Por sot nuk do ta ketë këtë armë, pasi ne do të kemi të ftuar miq dhe dëshmi të cilat do të sjellin dhe do të sjellin një memorie dhe një rifreskim ndoshta të gjërave që ne i dim për të madhin Petri Truka dhe njëkohësisht ndosgjetja që do të jetë në pjesën e dytë të emisionit. Por miqt dhe mysafirët që ne kemi thirrur dhe që janë me të vërtet ata të cilët e kanë ndjerë deri në frymarrjen e fundit dhe vazhdojnë ta ndjejnë në krah prezencën e tyre, do të jenë profesor Ilirian Zhupa, dhe më pas pak nga pak do të shpalosim dhe të ftuarit e tjerë. Në emisionin ton do të bashkohet edhe një aktore e cila do të sjellë pjesë nga krimtaria e dy të ftuarve dhe njëkohësisht edhe të dy personazheve të cilët do të japin një peshë këtij emisioni sot. Jam e bindur që nëse mungojnë yjet sot në qiell, kanë zbritur këtu në emisionin ton dhe jam e bindur që ata do ta ndriçojnë dhe do të lënë një impresion krejtësisht ndryshe. Dhe unë këtë e ndjej. Jo vetëm që kam parandjenjën, por kam sigurinë që të gjithë komentuesit dhe të gjithë ata që e kanë bërë që ky emision të eci përpara kanë qenë të etur dhe në padurimin që ky emision të fillojë. Ne jemi ndalur në zërin e këtyre dy poetëve për faktin sepse gjurmët e tyre janë të tilla që i kanë dhënë letërsisë një madhështi. Do t'i prekim pak e nga pak, po dua të ndalem fillimisht tek Petri Truka, zëri i cili arriti që mitologjin ta zbresë në realitetin ton dhe njëkohësisht letërsisë labe po e quajmë, i dha një nocion dhe një koncept bashkohor në letërsinë bashkohore shqipe. Petri Truka njihet si poeti i metaforave të fuqishme, por edhe poeti i cili i ka kënduar dashurisë aq ëmbëlsisht. Dhe njëkohësisht dhe ndosgjetja vjen si një personazh tjetër, një zë i qetë në letërsi, një zë i cili duket si i lënë mënjan, një zë i sinqert dhe shumë i besueshëm, ndoshta këtu qëndron dhe veçantia e tij. Por për më shumë,
ne do të kemi personazhet miq të tyre, të cilët do të japin vlerat dhe njëkohësisht do të sjellin pranë nesh fuqinë e tyre. Ndërsa unë, Sandri dhe Mim Marianaku, e cila do të jetë aktoria që vjen nga qyteti i Durrësit, do të sjellim pjesë nga krimtaritë e tyre, live dhe në formën e video poezive. Të dashur miq, Petri Truka për secilin prej jush është një personazh mjaft i njohur, ka lindur në Tepelen në vitin 1954, ka kryer studimet e larta për gjuhë letërsi shqipe dhe studimet pasuniversitare për dramaturgji filmike në Akademinë e Arteve të Bukura. Më pas ka punuar si skenarist dhe regjisor, më pas drejtor në Teatrin Kombëtar të Fëmijëve, kryetari i Qendrës Kombëtare Kinematografike Shqiptare, pedagog i jashtëm i Universitetit të Arteve, dega e regjisë së filmit. Më pas ai vijon dhe bëhet botues i shumë vëllimeve poetike, për të marrë më tej tituj dhe çmime të ndryshme, të cilat unë për efekt të kohës nuk do t'i lexoj të gjitha, por do të them që njëkohësisht ai është titulluar mjeshtër i madh, akorduar nga presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bujar Nishani, me dekretin e numrin 9371 në Tiranë në 18 dhjetor të vitit 2015, me motivimin e mëposhtëm për krimtarinë e tij letrare dhe kinematografike, si poet, skenarist, shkrimtar dhe publicist i njohur. Pra, kemi një figurë multiedrike për të cilën ne do të kemi rastin që pak nga pak përmes kujtimeve të profesori Lirian Zhupës do ta kemi prezent me gjithë backgroundin, me gjithë formimin e tij. Unë tashmë nuk dua të mbas shumë kohë sepse dua të thras këtu Aleksandër Shallvarin. Sander, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma Moza, mirëmbrëma të gjithë shikuesve dhe dëgjuesve të radios. E ke ndezur radion? Patjetër që po. Po. Okej. Radio po bëjë në zërat tanë. Shumë bukur. Është bukur ta fillonim dhe e kemi menduar të tillë programin si fillimi i vitit. Sepse jo shumë herë ne kujtohemi për çka ishin dhe çfarë kanë lënë. Ndoshta ky fluks i madh i ecjes pa frym na tundon të gjithëve që të mos shohim pastaj ato vlera dhe merita të cilët ne i kanë lënë si trashëgim. Ato nuk e kanë ditur se do ishin trashëgimi kombëtare, por kjo është e bukur e kësaj gjëje, kjo është e bukur që ne do i kujtojmë sonte dhe do mundohemi të shpalosim sa më bukur ato gjëra për të cilat ndoshta nuk janë shkruar, nuk i di askush, ose i di pak kush. Ne prandaj kemi dashur dhe kemi bërë atë gjën që të ftonim ato personazhe, ato persona të cilat e kanë njohur dhe njohin nga afër. Tani, unë për të mos u zgjatur shumë, dua të gjej një formë fije të ndryshme, elegante, për ta ftuar mes nesh mikun ton, poetin Ilirian Zhupas. Është një balad të cilën Petri Truka ja kushton atij. Pastaj do e pyes sepse. Sepse t'ja kushtosh Ilirianit aty në aty. Ky është libri i fundit i botuar, vëllimi i fundit poetik i Petrit Trukës, Andej balt këtë herë me balada arbërore, për të cilat më shumë do të na thot profesori. Po Sandri, ndjes. Jo, ishte detyrueshme ndërhyrja. Do e ngacmoj pak sepse do e pyes. Poezia, balada fillon kështu. Vasilike bukur, hi e hiri vashës, pshertime bardhe ali pashës. Dimër dhe verë, 30 vjet në shkallë, bindu mu e gjorë, aliu së shgjallë. Ullën e verant. Pi vetëm raki, me tym të cikares, vizaton Ali. Një Ali të murm të hollë si ëndër, mbi kalin e vdekjes, kalëron si dhëndër. Unazë martesës në gotë, në raki, koka li pashës derdho në flori, të vjen gjë në bu sa her pi me nge, puthja është e vdekur, puthja ty me re. Koke ti e bardh,
koke ti e prerë, se që ti bie syve hapur si humner, bie në përshkallë, bie mbi gjinjtë e tu, njëri manastir, tjetri xhami blu. Ajo kokë burri, ajo re prej shqote, kur që gjallë peshoj sa një gjysmë më bote. Kur ishte mbi supe, kutime tërmete, veç me një të kthyer bënte, zhbënte shtete. Edhe mjekër e ti bie nga lartë dëbor, mbulon tej e tej Shqipërinë e gjorë, tre male më tutje trëndafil që mbin, trëndafil i bardh, që tërboj Greqin. Kontër, pashallar me bula të arta të lypën kuror me parfum në karta, po emrat e tyre kush e di me gjbrym, vjesht më vjesht ranë si gjethe, pa frym. Kallo grë e thinjur, ah Vasiliqi, moj sorka dhe therur, yll o yll i zi, si qiri i pashkës digju pran besës, që t'i japësh botës aromën e shpresës. Në fshatin ku linde si hën e gremisur, si dhoge anuar mbi vartë të dhëvisur, nusë zeza jonë si një lot i grisur, vjera Shqipëri, ëndër e pastisur. Prete pirakin ruaza floriri, prete të vi ali pash veziri, shaluar janinën si pelën e kuqe, shaluar dhe sulin si kalin me huqe. Një herë vjen koka, trupi e herë se të dyja bashk, mendja s'mund t'i bjerë, një natë me shtatin, një natë me kokën flet, Vasiliqja si ngrica me tokën. Natë e diti lutesh, Krishti im ali, se s'ngjallesh akoma, ti e perëndi. Motet shkojnë e vinë lule bore lot, botën e bënakull, gjaku im i ftohtë. Të largosh mornicat shtije praki, raki me unaz nuk ka pirë njëri. Shien si e ka s'do ta di askush, vetëm zemra jote që punon me prush. Ditët vene vinë, sorra me një sy, te sofat i ngurt, ti dhe gota dy. Kokën e ngre pak sa herë ndjen tërmete, mos po vjen aliu, për shpërit me vete. Prite si që pret guri ti anti-Helen, ja që si prej mishi je grua beden, po ai nuk ngrihet, legjendat nuk vin, në përqie i mendjesh, ndizen vetëtin. Ilirian Zhupa. Petri Truka, jo Ilirian Zhupa. Kjo është së pari një vit të mbarë për ju dhe për emisionin tuaj. Mirë se ardhe. Së dyti dua t'ju falenderoj që e bët realitet atë që thamë në emisionin ton të fillim tetorit të vitit kaluar, që emisioni do bëhet, sepse poeti dhe poezia është diçka e përjetshme, është një shtof i përjetshëm. Nuk është një gjë që kalon me ditën, kalon me jetën, kalon me... Dhe siç po e kuptoni dhe vetë, siç e kuptojmë të gjithë me i fjalë, fjala e Petrit Trukës është e përjetshme. Mua më vjen mirë që, dhe dua t'u falenderoj për këtë, mua më vjen mirë që juve e filluat emisionin me një nga baladat e librit ti, Andej Balt këtë herë. Sepse të gjithë ne si qenie njerëzore jemi midis baltës dhe erës. Balta është toka, është ujë dhe era është ajri në të cilin mbushem me frymë. Petri Truka ka pas një krahëror të gjerë dhe ka ditur të japë frymarrje shumë mirë baladave popullore që pak nga pak brezat që po vinë po i harrojnë. Dhe unë e quaj këtë botim një nga punët më të mira që është bërë në letrat shqipe këto 40-50 vjet e fundit. Me që thash 50 vjet e fundit, këto ditë mbushen fiks 50 vjet që unë e kam njohur Petri Trukën. E kam njohur kur ai sapo ishte kthyer nga shkolla, nga Shkodra,
nga Instituti i Shkodrës ku kishte studiuar për gjuhëletërsi dhe kur unë sapo kisha shkuar në minierën e Memaliajt, ku isha çuar që të bëhesha djalë më i mirë. Na ka njohur poezia e që kishin botuar. Kishe marrë lejen e krimtarisë në atë kohë, kishe marrë lejen e krimtarisë për më të çunë atje. Na ka njohur poezia, unë njifja Petrit Rukën nga poezia, siç njifja dhe poetë e tjerë të Tepelenës, që kishin botuar libra si Sadik Bejkon, Qazim Shemen, por me Petritin na afronte edhe diçka tjetër që ishin pak a shumë një moshë me i diferencë 2-3 vjetësh me njëri tjetrin, dhe unë ndodhem, është fat ndonjëherë, unë ndodhem se unë mund të kisha ikë me studime, mund mos kisha vajtë në minier, po për fat unë ndodhem në Tepelen, u takuam bashkë dhe u bëm miq për tërë jetën, dhe jemi miq, vazhdojmë të jemi miq edhe sot, që ai nuk është më mes nesh. Ja ke ba halal partisë që të çojnë me shërbim ato 3 vjetë, sepse të dhuroj të paktën atë 50 vjeçarin e një miqësie të madhe. Profesor, a mund të bëj një Shkodrani, si që më ka qefi Shkodranve, do të në ngatroj me partit. Po partia jone madhe është poezia, është fjala shqipe, dhe nuk ka edhe ne do qëndrojmë aty. Profesor, si miq i ngushtë, Sandri na lër jashtë politikës, ne jemi një emision jashtë politikës, jashtë Kisha pyetje tjetër, kisha pyetje shumë intime për këtë, po nëse vazhdo. Ja them pasaj. Përse ta ka dediku ty këtë baladë? Po ne Tepelenasit, ne jemi të dy Tepelenës. Dhe ne e kemi krye hero Ali Pashën. Atë që shumë të tjerë, me i fjalë, nuk e njohin ose e njohin në një pozicion të prirët dhe thonë dhe gjëra që nuk thuhen për njerëzit e shquar të një vendi. Dhe Tepelena pa Ali Pashën, Tepelena pa Bajronin, Tepelena pa Petrit Rukën, pa Ilirian Zhrupën. Ajo që është, nuk do ishte ajo që është. Dhe ne kemi pas Ali Pashën, ndaj kemi, kur hynë në Tepelen, Ali Pashën e kemi sa po hynë, e kemi tek porta. Dhe do i marrësh leja ati që pastaj të shëtisësh Kalan, të shkosh tek Petriti, të shkosh tek herojnë, të shkosh tek Tafilbuzi, po them, tek të gjithë herojnë që janë aty. Profesor, një pyetje për të shkuar në substancë. Çfarë humbi letërsia me vdekjen e tij dhe çfarë fitoi përjetësia me vajtjen e tij? Unë mendoj që letërsia ka humbur, sepse letërsia humbet gjithmonë, sepse Petriti ishte kuriku, me i fjalë në korrik të 21-shit, ishte në kulmin e energjisë tij krijuese. Poeti nuk lindi mençur, nuk lindi madh. Poeti rritet, me i fjalë, mençurohet dhe bëhet ai që është bërë Petrit Ruka tek 2 librat e fundit, tek Shamia e Zezë Qiellore dhe tek Baladat. Dhe unë besoj që po të kishte pas mundësi të jetonte, do kishte bërë gjëra të tjera të mrekullueshme. Unë kam pasur në studio dhe Agron Shelen, i cili ka studiuar dhe ai baladën dhe e ka sjell. Pse ky trend në zonat tuaja është zonë shumë mitologjike? Çfarë e bën kaq e përshëndjellse krijuesin në zonën tuaj për të bashkuar mitin me realitetin? Po, shiko, ne jemi tek ne lebrit, me i fjalë. Nuk ka as udhtim pa këngë, as takim pa këngë, as e be pa këngë. Dhe baladat, legjendat, kënga popullore
janë rrënjët e çdo qenie njerëzore që lind dhe merr frymë në ato treva. Prandaj janë kaq të ndjeshme në zonën e Kurveleshit, themi, në zonën e jugut të Tepelenës, ndryshe nga shumë zona tjera. Janë baladat në zonën e Tepelenës dhe të Vlorës, janë siç është kabaja e Laver Bariut në Përmet. Nuk ka kuptim asgjë pa kaban e Laver Bariut. Edhe në Tepelen nuk ka kuptim asgjë pa baladat. Dhe Petrit Ruka, miku im, ka qenë një adhurus, një dashnor i madh i kësaj pasurie të madhe popullore. Pikërisht prej dashurisë ka lind edhe ky libër Andej balt këtej erë, prej një dashurie të madhe, të pashoqe, me fjalë. Unë e kam pas shumë mik, unë nuk e di këngën popullore sa që dinte Petriti, me sa duket nuk kam qenë dashnor aq i madh i asaj këngë, pavarësisht se e dua, më pëlqen, por Petriti kishte një aftësi dhe një talent veçantë. Profesor, shoh që në radhën e komentuesve kemi edhe bashorten e Petrit Rukës. Po, unë ju lutaj, faleminderit. Unë e lajmërova, ju lutaj që ta ndiqte emisionin. Zhani është Petrit Ruka, është ky që është për letrat shqipe edhe për shkakun e asaj se ka pas në krah një grua si Zhani. Dhe jo vetëm tek poezit që janë me dedikim, ku e kemi zhën në kryet poezisë, por edhe tek poezit që janë pa dedikim, ka shumë zhë në mes të fjalëve. Dhe unë e falenderoj Zhanin që e ka mbështet vazhdimisht dhe i ka shërbyer si leitmotiv për ta ngritë poezinë e tij, për ta bërë më të mençur, më të bukur, më të pakë. Dhe më frymëzuese. Ka qenë frymëzimi parësori i tij, ndihet në të gjitha vargjet. Edhe këtu në balad ka një balad shumë të bukur dedikuar Zhanit. Por një sekond, më zë, të lutem. E njoh Zhanin, Sandër më fal. Jo, vazhdo. E njoh Zhanin që ditën e parë që Petriti t'i shkoi mendja tek Zhani. Dhe më vjen mirë me fjalë që është bën një familje shumë të bukur bashk, i kaluan të gjitha hallet e peripecit që pati Petriti me punë, pa punë, dhe Petrit Rukën sot e kemi këtë që e kemi, me fjalë që e njeh gjithë Shqipëria, dhe unë besoj që ai do vazhdoj të rritet, sepse krijimtaria e tij ishte e madhe. E di se çfarë doja të thoja, më zë, një sekond, lutem. Doja të thoja këtë që ta përshëndes bashorten e Petritit pastaj me një. Po pra, atë doja të thoja. U kam kërkuar 2 gjëra të vogla që ti për transmetim. Po. Patjetër, nuk diskutohet. Janë bërë. Dëshira jote është urdhër. Jo, doja të thoja këtë që mu dhe Mozës na shkoi mendja që ta kërkonim diku, të komunikonim diku, ishte e pamundur. Dhe kjo grua është akoma më e madhe sot, sepse domethënë ka lënë të flasë vetëm Petriti. Nuk kemi gjithë, unë ty nuk doja të thoja, të lutem, më lidh disi, doja të kërkoja vetë. Nuk është e pamundur të gjendet një gjurmë, ose ne nuk kemi qenë të aftë, që të komunikonim direkt. Po, këtë drejt, Sandor, këtë drejt, a ka ndonjë gjithmonë i hije, sepse ajo është e fisme, nuk është si ato gratë që ne, edhe burrat që ne i kemi njohur shpesh, që nëse burri është poet, bëhet edhe gruaja poete, dhe nëse bile redaktore.
Atëherë ne ta përshëndesim pak Zhanin me një nga poezitë më të preferuarat edhe më të bukurat të Petrit Trukës, që ishte edhe në dëshirat e tij, shpeshherë në çdo takim unë dëgjoja që lexoheshe kjo poezi. Le ta ndjekim. Edhe në dëshirën e Zhanit. Që ngeshim dashur tërë jetën dhe nuk e pas kemi ditur. Petri Truka. Grua e Jugut. Deri ditën kur u ulën në një kafe dhe pim glënk pas glënk e njëri tjetrin, deri në fund. Erin e deveve shtatzëna. Të prita në këmbë si që pritet një zonjë madhe. Dhe më duk si kur isha aty, i ngullur, që nga dita e fundit e maturës, me vjershën e parë të dashurisë në xhep. Kisha marrë në stacionet e humbura të gjitha pritjet e grave të jetës time. Me një bilet të pagrisur në dorë. Sa nuk dija si ta mbaja të mushkën e padurimit, me thundrat tek zemra ime. Kur ulëm, mullivi që bluan kafen, filloi të rrotullohej vetë-vetiu. Vrapoi kamarieri që u skuq prej turpit ta fikte, por nuk u mund të fikej. Lëre, duhet i thosha. Lëre, nuk pushon pa bluar 7.000 kafet e papira me këtë grua. Ti nuk e vure do tre. Se si u veshën me avull tej gjamat. Se si u ndërrua vetë në CD play muzika. Dhe pastaj ra një qast heshtja. Të dëgjoj pëlcitja me fluska mëndimit e ajrit. Tek priste i ngjeshur e i fanepsur pas mureve, që njeri prej nesh ta thoshte fjalën e madhe. Të dua. Po ti nuk fole. Nuk flasin. Vetëm qeshin gratë e Jugut. Qeshin dhe pjekin në gjitë e tyre nga një portokall, pas çdo vështrimi prej burri. Nuk dija ç'ti bëja syt. Dhe i futa në të 4 vrimat e komçës së tretë të këmishës tënde, që qante e kyçur, derisa ti e ndjeve palc më palc dëshirimin. Dhe unë mbështete paq tek mendja ime. Qeshe me një krua gurgullimësh, duke rrotulluar tër kokat e grave të tjera nga vetja. Atëherë, pikrisht atëherë, dëgjova ajrin që u drodh, dhe ndjeva se si plasën në tavan të lumbacet e purpura të orgazmave të tyre. E ndjeva që ti ishe e pritura e ëndrave të fsheta, duke i patur brenda të gjitha, fillë e përpe, deri tek buka e grujnt dhe kripa. Grua e Jugut. Ti ishe shoku dhe malli për motrën e vdekur. Ishe boti me verë në drulisi, supi i nënës, qepa e bardh, oxhaku i ndezur, djathi, perëndimi rubint në vetullën e çamërisë, shall fëmije dhe bishti i ketrit. Pastaj të pash në përgryk, si rrithë ujë ftohtit të pelenës, pa shtymin tim të cigarës, pas dashurisë deri në skalafitjen e krevatit, dhe kortinkën e nënës në dritaren e mallëngjimit, dhe lotin tim për shokun e jetës, Viktorin, që iku se kish një vrim në zemër. Nuk i numëroj dot të gjitha. Nuk do të flas për bryllin e Vjosës, ku qanë akoma një dashuri e humbur, as për famën e poetit të madh, që pas ka qenë e murosur te kurat e supeve të tua. Po ti i ke të gjitha brenda, si që ka një grua e Jugut që çel sa herë të doj me vetullën e saj limonët e mizdheut. Qënë këshim dashur tër jetën dhe nuk e pas kemi ditur. Ulurima ime u grua e Jugut. Tani bëu gati për ta pjekur këtë dashuri sublime
me dritën e 1000 hënave të majit. Urojmë, shpresojmë. Ju falenderoj shumë. Jam Faleminderit. kënaq mas nga mënyra se si e keni lexuar këtë poezi. Në fakt pati një problem teknik video, sepse dhe video ishte pak më e avasht, por zëri erdhi mirë, më vjen mirë për këtë. Zonja do ta ketë dhurat nga ky emision me shumë dashuri dhe përulje për gjithë kujtimin e edhe të sajin, por edhe tonin tashmë, Petrit Ruka. Faleminderit Xhani që je me ne dhe si grua të them Zoti të pas lënë fëmijët edhe çdo të mirë dhe të bukur për bashortit tuaj, sepse ndihet pesha edhe për ne, edhe për të, dhe për të gjithë ata që janë dëgjim, janë shumë të prekur të gjithë që po na ndjekin. Faleminderit edhe një herë profesori Iliriani, faleminderit për fjalët, faleminderit për faktin që e bëre të mundur ta sjellësh atë si mes nesh. Prezenca juaj është dhe prezenca e tij. Unë ju falenderoj. Jeni ju ata që e sollët. Unë vetëm ndihmova. Profesor, neve jo më kot kemi dashur prezencën tënde dhe më pas edhe të ftuarve të tjerë për vetë kujtimet e afërta dhe për atë dashamirësinë edhe ato gjërat e thëna dhe të pathëna që një mik me një mik i ndan. Dhe un kam disa foto dhe për cilën kam bërë një kolazh. Dhe dua që të ndalem në ato momente për të sjell pak nga memoria e atyre viteve dhe njëkohësisht dhe ndonjë kuriozitet apo diçka të bukur që ju keni ndarë dhe ka lënë mbres në ato momente të atyre viteve. E kam përgatitur në këtë formë. Dua të ndalemi në foton e parë, në cilën jeni ju. Kjo është një foto kur Petrit Ruka është mësues në gjimnazin e Tepelenës dhe unë jam mësues në Izvor. Këtu kemi minimumi të paktën, po them, 6 vjet, 7 vjet miqësi, një fjalë miqësi të ngushtë. Është interesante historia ime me Petritin, sepse kemi pas periudha që kemi qenë afër dhe takoheshim çdo javë, ka pas periudha që kemi qenë larg pastaj dhe shkruanim letra. Nuk takoheshim dot me fjalë me njëri tjetrin, atëherë ka qenë kohë e letrave dhe ka qenë një kohë e artë, me fjalë. Në periudhën 76-78 ne ishim afër sepse unë isha në Tepelen në Minier dhe Petriti ishte në fshatin e vet mësues. Dhe ne takoheshim çdo të shtunë në mbrëmje, ose do veja unë në Turan, në shtëpinë e tij, ose do vinte ai në Tepelen. Dhe e gdhim tërë natën duke u marrë me poezinë. Edhe kjo foto është megjithëse është e një periudhe të mëvonshme, është e kësaj periudhe kur komunikonim me njëri tjetrin, jo me letra, por me poezit që shkruanim. I lexonim njëri tjetrit poezit, i korrigjonim. Këtu jemi para muzeut të Tepelenës, po ta shofësh, jemi tullur tek shkallët e muzeut. Është një foto mbasdite ku aty s'kishte, se nuk ta pëlqente të rinin shumë mes turmës. Mbas shpinës son është një top i luftës dytë botërore, dhe me aty çuditërisht me topin në sfond ne flisnin për poezinë. Asnjëri nuk ishte matogruda për atyre dyve. Jo, nuk ishte. Këtu Këtu është një foto tjetër.
Këtu jemi në fillim kur jemi njohur. Unë isha punëtor në Minier në këtë foto, Petriti ishte mësues, është edhe një miku jonë, një Ilir Meço, ai që është me syze në foto, dhe im vëlla, dhe këtu jemi në ujtë ftohtë në Tepelen, me fjalë. Faleminderit për tjetrën. Mëza. Kalojmë për tjetrën. Këtu jemi dy poet me libra. Libri I parë që na zgjoi, që na tronditi të dyve, ne kishim botuar cikle me poezi tek Zëri I Nis, tek Gazeta Drita, tek Revista Nëndori, po libri I parë që na tronditi ishte libri Sadik Bejkos Rënjët, që u botua në 74-ën. Sadiku lexuam që ishte nga një fshat I Tepelenës, ne nuk e kishim njohur ndonjëherë Sadikun personalisht, pastaj unë e njofa kur e dënuan, e njofa në Minier, në fjalë. Libri I dytë pastaj ishte libri I Qazim Shemajt, I një poet I lirik të hollë Tepelenas, dhe mbas Qazimit botoi librin Petriti, Rinia ime, dhe më vonë botova unë librin, mbas Petritit botova librin në të njëjtin vit, disa muaj më vonë, botova librin Diell mbi kasket. Këtu e kishim marrë statusin e të dytë të poetit, se ishim njerëz me libra, dhe njerëzit me libra ishin të rrallë në atë kohë, besoj Sandri e di mirë, dhe rinim pak më njanë, është periudhë fillim dimri, ju I shikoni ato pemët që janë në sfond, janë të gjitha pisha, dhe I shikoni si janë të gjitha të përkullura nga era. Vetëm ne nuk kemi përkull aq shumë. Dhe jeni vetëm me xhaket. Po, dhe vetëm me xhaket. Jo me pardesyt bardha. Absolutisht jo. As grije. Ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë foto. Ju falenderoj jashtëzakonisht shumë. U kërkoj ndjes që u çova me vonesë. Nuk ka gjë, ne e donim që ta vinim aty sepse është shumë e rëndësishme kjo foto për ju. Kjo është foto, kjo është Jo vetëm për ata, po edhe për ne. Ne jemi 3 poet që jemi rrit bashk, ose si të thuash, kemi rrit njëri tjetrin. Dhe kjo është një foto që kemi bërë në ditët që po fikej qiriri I Qazimit, dhe ne I vajtëm tek shtëpia me Petritin, e morëm me zor, pim një kafe aty në mbas shtëpinë sonë është kafja, dhe pas disa ditësh Qazimi na la. Nuk e besoja që edhe Petriti do na linte, dhe kemi një... Edhe ti e pa jetën sa më gjatë. Kemi një ndodh një gjë tani. Petriti kishte kur iku Qazimi është nga fshati Qesarati Tepelenës, Petriti duke udhëtuar për në Tepelen me një mikun ton, me një Tepelenës tjetër, me Robazen, kur kaluan Qesarat, I ra Borijës makinës Meros për të përshëndetur Qazimin e ikur. Që atëherë mua më ka ngel ky zakon që kur na e tha Merua, dhe unë tani kur udhëtoj në jug, në Tepelen ose në Sarandë ose kudo që vete, I bie në 2 vende gjatë Boris, në Qesarat për Qazim Shemen dhe në Tepelen për Petrit Rukën. Ju në shpirti. Besoj që ata më dëgjojnë. E sigurt kjo. Tu është një tjetër foto. Këtu jam në 27 tetor në Tepelen, për arsye shëndetësore kisha mundur të veja kur ndodhi fatkeqësia, dhe shkova, falenderoj Zotin që shkova, dhe u ndodha aty ditën që u përurua shtatorja e poezisë, shtatorja e Petrit Rukës, vum dhe I kuror me lule aty, fola 2 fjalë dhe tek aktiviteti
që u bë tek Pallati i Kulturës, dhe unë nuk e kam parë ndonjëherë Tepelenën aq plot, aq të mbushur, me aq shumë njerëz sa që kam parë atë ditë. Dhe jam i lumtur që miku im Petrit Ruka ka krijuar të themi një shumësi të madhe simpatizantësh, lexuesish, adhuruesish, që unë i pash me sytë e mia atë ditë në Tepelen. Ilirian, duhet të të bëj një pyetje delikate. Një sekond, mos e hiq, lutem. Jo, nuk kam, kjo është thjesht një përmbledhje e fotove të deri tani. Okej. Ilirian, do të bëj një pyetje delikate si miku mikut, si poeti poetit, si dushti. Si ndjet Iliriani, si është ndjerë Iliriani një ditë pas vdekjes të Petritit? Ditën që mora lajmin, e kam thënë, jam ndjerë gjysëm. Ne mbasi shkuam në Tiranë, kishim të dy angazhimet tona, pastaj unë lëviza, shkova në Janin, shkova në Selanik, pastaj shkova në Bari, me fjalë ku jam. Por kur ishim të dy në Tiranë, pinim nga një kafe bashkë. Edhe flisnim për hallet tona, për gjërat tona, flisnim për librat, dhe atëherë unë bëra edhe një 2 vargësh me Petrit Rukën për takimin me të, me fjalë, për takimin e munguar, ku i them, ku do e pim kafen e radhës bashkë, në Tepelen apo në Parajs? Sepse unë besoj që Petrit ishte në Parajs. Nuk m'ju përgjigje pyetjes. Ju përgjigja. Si ndjej ditën e nesërme miku dhe jo poeti, po miku dhe poeti Ilirian Zhuma. Në atë kofin. Jo, unë e di se si janë pasaj ditët mrapa, sepse ne humbim, jo vetëm miq, po humbim prindërit, humbim të gjithë. Por me aq admirim që ti ke folur gjithmonë dhe flet edhe sonte për te. Ai boshllëku duhet të qenë tepër i thellë. Sigurisht. Të thash, përgjigja të thash që jam ndjerë pa gjysmën time. Dhe nuk besoj që xhelozon kush kur e them kështu. Ja, absolutisht ja. Këtu dua të qëndrojmë pak. Po. Jam i sigurt që Petriti nuk e kishte menduar ndonjëherë që do kishte shtatore në Tepelen. Të gjithë ata që merren me fjalën, me krijimtarinë, me çdo lloj krijimtarie, me fjalë, ëndrojnë të bëhen të mëdhenj, të bëhen të famshëm, të bëhen të, po jo të gjithë ëndrojnë që të bëhen të derdhe në bronz. Ditën që shkova, që u përurua kjo shtatore, nuk e di pse që në momentin e parë më kujtua se po ta shikoni, gjithandej ka male, gjithandej rreth e qartë. Ka vetëm male. Vetëm male. Dhe nuk e di pse më kujtua një poezi e Petrit Rukës botuar në librin Mirupafshim hënën e vendlindjes, me titull S'kan për të mundar malet asnjëherë. Tani ishte dita që Petriti në bronz u kthye në vendlindje dhe mu duk sikur e gjeta çelsin tek poezia që ai kishte bërë 30 e ca vjet më parë me këtë titull. Dhe poezia thot: Baba im aty ka lerë, nga të gjitha anët male shpatull gjerë. Djepi im aty është prerë, s'kan për të mundar malet asnjëherë. Atyrit e të buka që kam ngrënë, varet e atyre që kanë rënë, dhe të ikësh nuk të lënë asnjëherë. Aty dhash të parën puthje djaloshare,
Janë mbështeta supet mikes në përmale. Maleve u afala dridhjen djaloshare. S'kan për të mundar malet asnjëherë. Aty ndrova rrugë qytetesh, fusha. Për to ca kohë me trishtuj u mbusha, si kaprolli i lidhur me litar të gusha. Malet asnjëherë. T'lum goja ty dhe është tamam ajo që ai ka shkruar. Dhe vetëm kjo foto po ta shikosh është komplet poezia e tij. Sandri, mund të shoqëroj muzika në sfond teksa flet, por unë doja ta falenderoja profesori Lirianin dhe ta ftoja në një emocion tjetër, sepse përshëndetëm pak më parë bashkëshorten, por unë dua që të përshëndesim edhe nënën e Petrit Rukës, pasi ai ishte shumë i lidhur me të. Le ta sillim një emocion ndryshe nga një aktore si Mim Marianaku, e cila ka hyrë në lëkurën e Petritit dhe ka sjell atë mungesën e nënës kështu. Të seftes. Nëna, foto nuk ka. Veç të pashaportës. Ti që këtë edhe në varrin e saj. U falë. Shteti veç një herë dërgoj fotografin për robrit. Deri lartë nalë. Ka një problem. Ja, rrisë edhe këtë fëmi, unë e mjera. Ja sa ti ndroj këto këpusë të vjetra. Fotografi nuk kaloj më kur kësa jane. Qyteti më tej 4 kilometra. Kur më rriti mua të 6, rrudhat i kishin zbritur hartën e Shqipërisë, nga balli tek mjekra. Por e nuk qau, që unë mos e shia. Që tua një foto tani unë e zeza. E unë nis një ditë pa foto, për andej, ku nuk bëhen do të shkrepje në errësirën e hadit. Dhe unë u bëra kinast, që talli ato fekste, ta filmoj ato plot ironinë e fatit. Mira foto një jeti bëri vjosa e kaltër dhe kroi fshatit të bukurës time. Po unë si ti mbledh, sa to shkua në det, i bëri kripa e lotit sope thërrime. Një aparat 2000 euro tani i mbaj në studio. Dhe netve kur dremis, besoj si i marr, mos më shfaqet në ëndër e i bëj një foto. Një foto nga ato që bota se ka parë. Duke falenderuar aktoren Mim Marianaku, rikthehemi në disa emocione të tjera për ta thyer pak. Unë dua që, profesor, si thoni sikur... Edhe unë falenderoj sepse kam njohur nënën e Petritit Ceften, kam ngrënë nga duart e saj, e kam njohur babai Novruzin, kam dëgjuar historitë që tregonte ai, dhe u falenderoj shumë për që keni përfshirë këtë poezi në emisionin tuaj. Faleminderit. Unë dua të sjell një tjetër emocion ndryshe, të një poezie shumë të famshme që ndoshta e ka personifikuar pak Petritin, por do ta sjellim ndryshe këtë poezi. Grua ma ke nxirë jetën ta kam zirë, jemi sharë në dritë, putur në rësirë,
Kemi vendosur të ndahemi e thamë po mirë, prap jemi puthur ashtu si për lam të mirë. Kemi gënjer njëri tjetrin, kemi bërë ditur së dua, kemi pështirë mbi proverbin që qënkeshim ishe thua. Lëvduam kontratat që bëjnë në meri, Tham një miher, umbush kupa dhe pik. grua ma ke nxirë jetën, dhe jetën ta kam zirë. Ma ke pirë gjithë vrerin, dhe helmin ta kam pirë. Ja që s'bëjmë dot pa këtë helm të malkuar. Mos pu shof shkur, moj luft shof shebekuar. Ja që s'bëjmë dot pa këtë helm të malkuar. Mos pu shof shkur, moj luft shof shebekuar. Jemi përqafuar, e tham unë isha në gjumë, jam futur në mishin tënë si shfutet në shkretë të tirë një lumë. Jemi sëmurur dhe fshehur, jemi lutur qellit, na është halluar shpirti nga frika si fia e perit. Prap jemi zënë sa janë tundur depsit, kemi ndarë dy shekun me vije, avje flori. Në rësirë kufirin e kemi shkelur si barbar, Me dredi balkanike që as okej yja s'ka par. Grua ma ke nxirë jetën, dhe jetën ta kam zirë. Ma ke pirë gjithë vrerin, dhe helmin ta kam pirë. Ja që s'bëjmë dot pa këtë helm të malkuar. Mos pu shof shkur, moj luft shof shebekuar. S'bëjmë dot pa këtë helm të malkuar. Mos pu shof shkur, moj luft shof shebekuar. Atëre, kjo është një këngë që është prodhuar nga miku dhe mjeshtri i këtij emisioni, Sokol Lekaj, që vazhdimisht prodhon muzikën për poezitë e të ftuarve tanë. Në këtë rast nuk mund të bënim përjashtim edhe për të madhin ton Petrit Rukaj. E falenderojmë. Dhe ne falenderojmë si gjithmonë Sokolin. Edhe unë e falenderoj Sokolin. E në fakt, profesor, duam të vim pak të përmendim një nga dashuritë e hershme të Petritit. Unë di që një nga dashuritë e para të tij në jetën studentore ka qenë qyteti i Shkodrës. Pse kishte kaq shumë dashuri atje? Ndoshta jeta studentore, çfarë ishte ajo që e afroi kaq shumë me Shkodrën? E kam dikur. Po tani
Po tani një lapit, si mund ta pyesësh se ç'mira ka Shkodra? Shiko, nuk do i them gjitha të mirat që ka Sandër, se e di që ti nuk do që t'i them, por kush ka shkuar në Shkodër dhe nuk ka rënë brenda në Shkodër, me Shkodër. Ja, ajo sipër nuk ka shkuar në Shkodër. Fefja nuk ka rënë në Shkodër. Me kulturën, me gjuhën, kush ka shkuar dhe nuk ka. Unë vetë kam pas fatin të jem një vit në Shkodër, dhe e ndjej që jam pak shkodran nga një herë, në mënyrën si... Prandaj e kuptoj mirë, Sandrin. E në fakt, ne duam të fillim pak Shkodrën këtu në emisionin ton, dhe atë do të me që Shkodran i vetëm, po ja lë Sandrit fjallën. Më kalën jam... Tani unë... Sandri. Me që Petriti kishte qenë në Shkodër para meje, student, kur shkova unë student në Shkodër, Petriti më dha porosi për 2 miq të vetët. Dhe unë të 2 miqtë e ti i takova dhe i kam miq edhe sot e kësaj dite. Atëherë unë mendoj që duke ftuar në radhë të parë Moza Mim Marianaku, është momenti ta falenderojmë për interpretimet e saj të mrekullueshme. Mim, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, Mimi. Mirëmbrëma. Atëherë, Mimi, ti ke një përshëndetje, një balat jashtëzakonisht shumë të bukur për të cilën Petriti ka shkruar një miku të vet shkodran, që është miku joni përbashkët, miku i Lirianit. Atëherë unë mendoj që të ftojmë direkt këtu, live, si që ka zakon, Ndue Lazrin, gazetar, publicist, dokumentarist dhe shkrimtar, ishtë krye redaktori i gazetës Jeta Re në Shkodër, për cilën unë kam punu me të shumë vite, miku jon, komshia, mirëmbrëma, Ndue. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma të gjithëve juve, jam akoma emocionuar nga kënga që dëgjova për gruan, një falënderim shumë i veçantë për atë që ka kompozuar, për Sokolin që e ka sill aty. Solli me të vërtetë emocione shumë mëdha, sepse është një nga poezitë kult të Petritit, poezia për gruan, është një monument që Petriti ka ngritur për figurën e gruas. Tani vetëm kaq pëlqej në këtë një orë që kemi folë. Vetëm të kanga. O Ilirian. Mos folni si shkodrani u dy. Se flasim se jam nga jugu. Jam dhe unë një grua jugu, që unë ndjeva shumë krenare si grua jugu. Përpara se ta lexoj, unë kam shumë dëshirë t'ju komplimentoj ju. Jam vërtet me një det me emocione dhe mu duk sikur Petriti ishte i ulur në një nga ato poltronat, si që jeni ulur dhe ju, por në një poltron që nuk e zë kur askush. Dhe dua të përgëzoj profesor Ilirianin për atë bisedë aq të këndshme që na përfshiu kaq shumë dhe unë jam vërtet shumë emocionuar. Unë nuk e kam njohur në jetën reale, por i kam njohur vargjet dhe jam vërtet e privilegjuar që ju më bët pjesë të gjithë kësaj bisede kaq të bukur, që për mua është një bisedë që më ka dhënë emocione si rrallë herë. Faleminderit. Mimi, është këtu, është mes nesh dhe nuk e vëmë dyshim asnjëri nga ne që është mes nesh. Jemi të 6 tani. Tani jemi 6 vetë. Të Mozës edhe të Sandrit, sigurisht edhe pak Jona, po është kryesisht e tyre që bën këtë emision. Dhe unë besoj që sot Petriti është mes gjithë bashkëdhetarëve tanë që kanë mundësi ta dëgjojnë dhe ta shohin këtë emision. Dhe janë të shumët ato që po e dëgjojnë. Mimi, të emocionojmë edhe mikun tjetër tani. Ndue Lazri. Kjo është për ty. Vashëza puthje në lau. Në një shesh e të një port,
Te një shesh ku ri një ardh, ri një vash me gjinj të ardhur, zemra si një kaç shkeçar. Ditën ruan diellin e lodhur, natën ruan delen e hënës, te kullot në qiell të Zotit, siç kullot zemër e saj në përledhe pshertimash, trimin që vonoi kaq shumë. Trimi erdhi dhe nuk foli, bëri shenja t'i shkoj pas, ato shenja që nuk gjenden as në librat më të shenjtë. Buz një lumi u takuan, trimi buzët zuja puthi, gushën, syt dhe të dy faqet që i piqnin sheg turpi. Vasha që i diqte shpirti, në ujë e vërviti faqen që të puthurën të lante. Puthjen e lau, po ujë tej skuqi brigjet ta të pjetë dhe poshtë fshatit. Kur më hallës atje poshtë dolën gratë të lanin teshat, skuqeshin këmishët radhë si të ishin flamuj arbri në atë motin e madh. Edhe kopshtet kur u iteshin, nxirrnin flet të kuqe degve. Mollët e bardha u skuqen me të kuqe turpi flak. Erdhën zogjt të pinin ujë dhe u humbi fërshëllima. Erdhën delët u bën bejka dhe u humbi blegërima. Një grusht ujë nga i deradës, erdha piva unë vetë që të shenjtëroja këngën, mu në manastir të zemrës, i pataksur se si fjala të merë mendjen, të bën mbret. Bravo. Faleminderit Mimi. Faleminderit juve. juve. Kjo e jona, por është shumë e ngrohtë dhe shumë e dashur. Komplimentet tona. Faleminderit. Kjo ishte forma e mirëseardhjes për Ndue Lazrin. Ndue, si shok dhe si mik i jetës studentore të Petritit, do na sjellësh diçka të bukur të asaj periudhe. Në kujtimet e tua, unë do ta ilustroj në fakt, sepse kam disa momente, po ndoshta jo të jetës studentore, por ndërkohë ju mund të më thoni diçka. Po, para së gjithash, unë desha të falenderoj emisionin tuaj, t'ju komplimentoj sepse është një emision cilësor, dhe mendoj që ky e sotmja është në lartësinë e dy emrave që të dy poetëve që keni ftuar, që keni përjetuar me këtë emision. Komplimente recituesës pak më parë për mënyrën e interpretimit të poezisë, edhe Iliriani që na mbajti, domethënë, duke dëgjuar gjithkohën për gjithë ato kujtime të bukura me Petrit Rukën. Tani po e lidh të baladën direkt me Petritin, te baladën që sapo recitua. Petriti ma ka dedikuar mua këtë baladë, sepse ne në rinin tonë takuam pikrisht atëherë kur djaloshat i hedhin pak syt nga vashat, për t'i parë, për t'i njohur, për t'u afruar midis tyre. Ishim të rinj pafajshëm. Unë sapo isha emëruar në Shkodër, ka qenë viti 1975. Isha emëruar gazetar në gazetën e Shkodrës. Petriti ishte student në vitin e fundit në Institutin Luiq Gorakuqi Shkodrës. Fati e solli që mua, si i pashpi që ishe në atë kohë, tjetë kur shpi, kur ishe beqar, më dërguan të flija në konviktin e studentëve të Institutit të Lartë Pedagogjik. Dhe po fati më vuri që t'isha në një dhomë me Petrit Rukën dhe me dy krijues të tjerë, Vasil Dedën dhe Vasil Tabakun. Të dy Vasilët, sapo kishin botuar vëllimet e para në poezi, pra ata si thush ishin njerëz me libra, siç e tha Iliriani, e quheshin poet. Petriti akoma jo. Të dy Vasilët në një farë mënyre të pashprehur e ndjenin veten pak superior mbi këtë fakt. Ndërsa Petriti ishte natyrë shumë e ndrojtur. Nuk fliste kur për veten, nuk fliste për poezinë e tij, lexonte shumë poezi dhe natën shkruante shumë poezi. Ne flinim në një krevat marinarësh të dy me Petritin. Unë isha lart, Petriti fliste poshtë meje, dy Vasilët ishin në krevatin tjetër në dhomë. Dhe Petriti e mande dritë nesër, po thuj se gjerën 3-4 mëngjesit duke shkruar poezi. I shkruan në fletore, i thusë në një sek dhe i fshite ato poezi. Një ditë, unë e shikoje që ashtu, një ditë e ftova të pinim kafe veç. Edhe i thash, të lutem do më tregosh si shok, se u afruam shumë me njëri tjetrin, u bëm si vëllezër. Do më thuash që ke atë fletore që shkruan. E më tha, jam, tha gjëra kot, tha që i hedh kështu. Ishte shumë i thirrë dhe shumë i ndrojtur. Jam mora fletorin, i thash ma e të lexoj.
mos fundi u bin malla. E mora me vete, e mora në zyrë, lexova, ishin të tëra poezi, ishin lirika dashurie, ishin jashtëzakonisht të bukura. Edhe pa i marrë leje, i mora 5 copë nga ato, i shtypan makinë e shkrimit dhe dorëzova fletoren. Pas një jave, ato poezi u botuan në gazetën Jetare. Ishte cikli i parë poetik që i botuai nga Petriti. Pak më vonë ai shkryti një poem të gjatë, të bukur, të cilën më tha si menon të bëjmë këtë. I tha shtetu të dërgojmë të Zërin e Rinisë. Në atë kohë njihja në Zërin e Rinisë, një shokun tim, një shkodran tjetër, tonin Shtifnin, ndjes pas se nuk jeton më. Ja dërguam atij dhe poema zuri një faqe gazete në Zërin e Rinisë. Këto ishin 2 botimet e tij të para. Pastaj Petriti nuk pati nevojë më tani mund të kush për të botuar, sepse ishte poet i lindur dhe poezia e tij qante, sepse filloi qante në gazeta, qante në shtyp, në gazetën Drita, në Zërin e Rinisë, në Nëntori, gjithanë, dhe u bë poeti që pastaj doli shpejt me librin e tij të parë sapo iku nga Shkodra, pas një viti votoi librin e tij të parë me poezi dhe me librin e dytë pastaj atë u fillon tek Zemra, Petriti ka fituar çmimin si libri më i mirë i vitit në atë kohë. Pra e tregoi veten që ishte poet me të vërtetë dhe u ngrit edhe mbi ata moshatarë të tjerë që mbase Kreurazi i mburreshin se kishin botuar libra para tij, po Petriti diti ta shkruaj emrin e tij mbi shumë emra të tjerë, bile më them që në panteonin në më të mëdhenj në poezi. Në ato vite, të më fal Zhani, se me siguri do të jetë duke dëgjuar, Petriti shkruante thash një fletore me poezi në natë dhe ai kishte rënë dashuri si qëllon në rini me dashurinë platonike që kemi kaluar të gjithë. Me një vajzë shkodrane. Dashuritë e para, dashuri këtë pafajshme, me një vajzë shkodrane. E di emrin e mbiemrin, por nuk do ta them për privacy. Ishte vajzë shumë e mirë, vajzë shumë e bukur, shkodrane, studente, dhe Petriti i kushtoi shumë poezi. Diku në një vllim ka një poezi atje që thotë që me emrin e saj ju mëson të nxënësve lakimin e emrit. Dhe kur vinte rasta thirrore, ai e gjithë klasa thëriste emrin e saj. Dhe thëriste emrin e saj. Pra ka një poezi të bukur. Unë e kam njohur atë dhe kjo ka qenë. Ne ishim 5 veta, 2 Vasilët, Petriti dhe unë. Nuk është ajo si Rocky 5 si thot, Ana! Jo. Ndidheshim gjithmonë te klubi i shkrimtarëve. Shumë shpejt u bashkuan me ne Bedri Islami. Pastaj po shpejt brenda asaj 5 që të ngushtë, ishim një treshe akoma më ngushtë. Petriti, unë dhe Bedriu. Shkonim të tre në shtëpinë e Bedriut. Ai ishte nipi i doktor Gjylbegut dhe kishte një bibliotekë shumë pastër, sidomos me letërsi ruse, se kishte studiuar në Rusi. Dhe edhe unë edhe Petriti donim shumë Seninin. Bedriu kishte 5 vëllime të Seninit në rusisht, 5 vëllime me lirika të Seninit, të cilat kur kam ikur nga Shkodra më ka dhuruar mua dhe sot i kam në bibliotekën time këtu ku jetoj, 5 vëllime në rusisht të Seninit. Petriti në atë periudhë ishte shumë eseninian, me fjalë shumë i dashuruar, jo vetëm mas Seninit, po me Lermontovin, Pushkinin, me tërë poetët e mëdhenj rus që i donte. Dhe esti i çik në atë mënyrë. Por më vonë pas Petriti u shkput nga ky lloj lirizmi, u bë Petriti që është sot. Ka mbetur lirik, por ka shkruar një poezi edhe tradicionale edhe moderne. Që e njohin tashmë të gjithë se ai ka shkruar rreth 10 libra, me sa diun 10 libra poezi nuk ka shkruar më shumë, por për mua është në poetët më mëdhenj që ka nxjerrë Shqipëria në letërsinë e saj. Ndue. Pastaj misia juaj evoloi, nuk mbeti deri në atë studentore. Po, patjetër. Me misia jon, edhe pse ai iku në Tepelin e atje, pastaj erdhi në Bolonjë, e ftova të vinte në Bolonjë dhe në ato 4-5 ditë që qëndruam bashkë, patëm fatin që në një mbrëmje u takuam me Gjani Morandin, të cilin unë e njihja prej kohë se banonim në jetën lagje në Bolonjë dhe njihja që qenë në shtëpinë e tij. Dhe në një restorant ku shkuam rastësisht tanim darkë ne, atë mbrëmje ishte edhe Gjani Morandi. Një kamarier në thotë aty, poshtë është Gjani Morandi, thotë pse nuk shkoni ta takoni. Unë e njoh i thash Gjanin, edhe zbrita e takova, se desha të prezantoj edhe Petritin me Gjani Morandin. Dhe
ai doli shumë i thjesht, siç është në natyrën e tij Gianni Morandi, i veshur me tuta, kur të tjerët vishën në mënyrë klasike kur shkojnë në restorant, ai me tuta, ishte me gruan dhe me djalin. Edhe qëndruam aty, bëm disa fotografi, ishte kaq i thjesht, kaq i dashur, sa i merrte vetë telefonaton, i bënte ai vetë fotot nganjëherë me dorën e tij dhe i shikonte a ka dalë më njëherë apo jo. I fola për Petritin, prezantova që është kinas dhe aty folën bashkë me njëri tjetrin. Kjo fotografia tjetër është po në Bolonjë, po është në kantinën e verës të Emilia Romagnës, që ndodhet në një qytet të vogël në një kodër në Bolonjë, në Doca. Në këtë kantinë kam një kujtim të lezetshëm sepse aty nëse shikojnë në cep është një shishe me verë në dollap aty. Ajo është vera që e prodhuar në kantinën e Duqes të Mussolinit. Rushja është i marrë nga vreshtet e tij në Predapio, që ka shpirun kam qenë atje, dhe i thash atij, ajo quhet vera e generalit. Edhe i bleva një shishe, i thash, do ta marrësh ta pish, i thash, po mos i merak se nuk ka shije fashiste, është vera shumë e mirë. Edhe ai mori me shumë dëshirë edhe e mori në shtëpinë e tij. Sa ishte gradacioni i diktaturës, mam? Goxha, po shumë e mirë. Këtu jemi në Tiranë me Petritin dhe me gruan e tij me Zhanin. Ishim në një darkë, domethënë pasi ne jetëm në Tiranë, ishim në një darkë ku na ftoi Zhani, grua një zoje mrekullueshme, një grua shumë e dashur. Aty unë ju luta që të vinin të dy në Bolonjë. Petriti kishte disa kohë që më gjente mënyra për të devijuar ftesës time që bëja për të ardhur në Bolonjë. Aty pastaj tha nuk kam nga sfshirë më tha, edhe do të vi. Kur erdhi pastaj erdhi vetëm pa Zhanin, merri keq që nuk erdhën dot të dy pa Zhanin. Tu jemi me miq të tjerë, bashkë me zëvendës ministrin e kulturës të asaj kohë, Zef Shunin, është një miku im nga Federata Shqiptare, Shoqata Shqiptare në Itali, Klodian Cami, që është imprenditor këtu. Është Petriti dhe është edhe një im që jeton e punon në Tiranë. Kemi takuar rastësisht, kemi shkuar kemi ngrënë një drekë në një lokal afër Pallatit Brigadave në Tiranë. Kemi ndërë aty. Kaluam një drekë. I kisha kohën shumë të shkurtër dhe s'mund t'i takoje një nga një gjithë, i kam mbledhur të gjithë bashkë për të ngrënë një drekë aty për të qenë gjithë bashku. Këtu jemi në një takim që kemi organizuar unë edhe kritikja Iskra Thomo në Tiranë, në promovimin e librit tim dhe të disa librave tjerë që u bën aty, ishte të ftuar shkrimtar, artistë ndryshëm, është poetja Lumturi Bersave Emeri, është edhe Petriti me Zhanin, kemi dalë aty në atë lokal, ishte në të mbrëmje ishte edhe Plum Kulla, ishin edhe shkrimtar, poet të tjerë nga Tirana, që bëm një mbrëmje të bukur letrare në atë takim. Okej, faleminderit. Moza. Moza. Në fakt, po të dëgjoj, Sandri. Kisha një kërkesë. Urdhë. Dua ta përmbyll fjalën e ndues me një përshëndetje që ai i bën sot Petritit, me një poezi që ja ka dedikuar atij, Lule mbin vargjet e rënda. Në kujtim të Petrit Rukës nga Ndue Lazri. Era fryn mbi trebeshtin dhe kërkon poetin. Petrit Rukën, varg stuhi, zemër madh sa deti. Por ënkon dhëmbeli rënd, se vëllan humbi. Te Pelena ngre një këngë, ison jam ban nga lumi. Nga baladat del një vash, këngë dashurie. Pelerin hedh mbi krah, lule labërie. Lapidari bëhet kënga, që për gjysmë mbeti. Vjosa mbledhur pik loti, thot, nuk vdes poeti. Faleminderit Ndue. Faleminderit Ndue për vargjet. Kjo ka ndodhur kur Petriti iku dhe kjo poezi përfshihet në vëllimin tim të fundit poetik që sapo ka dalë në qarkullim këto ditë. Është një lam të mirë për Petritin, po një lam të mirë ne s'kemi për të ndarë kur, sepse Petriti ne thrisim njëri tjetrit vlla. Ai nuk ka shkruar ndonjëherë shënim udhëtimi në jetën e tij, e vetmi shënim udhëtimi është ajo që bëri nga Bologna,
me titull nuk ishin kod ditë Pashkës, erën ditë e Pashkës, dhe si nën titull ka në Bolonjë Tekim vlla ndoj Lazari. Unë kam dy vëllezër. Dhe e ka shkruar shumë bukur. Është një nga shkrimet e jashtëzakonshme të Petritit. Sa i ditë ishte jashtëzakonshme çdo gjë që shkruante, e ka shkruar shumë bukur, edhe unë e ruaj, e kam bile, e kam futur edhe në një vëllim me publicitësi, është i futur ai shkrimi i Petritit, e ruaj si kujtim shumë bukur. Siç ruaj dhjetra letra që kemi shkëmbyer me Petritin kur ai iku vitin që iku nga Shkodra. Unë i dërgoj atij dhe ai mua, ishin letra në vazhje, natyrisht vazhjet e tij ishin monumentale, të mjet ishin të një fillestari për të shkruar poezi, ja kupton? Por letra shumë të bukura që ne i ruajmë të dy, unë i kam në bibliotekën time, edhe ai ka ruajtur gjerbon e tij shumë mirë, me siguri janë në shtëpinë e tij atje. Aty që ka ikur Petriti, njësoj si të kishte ikur vllai. Sa keq është të presim këto kujtime, Sandri, është kaq keq që kjo kohë do të ishte e pamëshirshme me ne sot. Ne ju kërkojmë jashtëzakonisht shumë. Jo, Sandri, kam edhe një merak të vetëm, kam një dëshirë që dua t'ia plotsoj sërish Zhanit. Është poezia e preferuar e saj. Do t'ju ftoj ta ndjekim. I kërkoj ndjes të gjithë shikuesve sepse nuk e kuptoj nga interneti, videot nuk po vinë në cilësinë e dur, por ne do t'i shfaqim hera herës që t'i shijojmë ashtu sikurse e meriton edhe impenjimi ynë, por edhe vargu i të madhit Petrit Ruka. Ta dëgjojmë. Ëndërmenuse, Zhanit në datëlindje, nga Petrit Ruka. Botë të gjimuse, sa gruaja ime. U plake o i shkret, dhe unë u plaka. Të duhet kujdes. Shi si e mbledhur, si i riqim rollur në sfaka. Dhe ec të dy në përëndër. Një ëndër e gjatë, mes natë e mëngjes. Unë, i gëzuar do e mos si çdo dhëndër, ajo e gëzuar si mbles. Në te pelen më qoj, aty te klinda. Me një labe kjo prap. Jorganin me këmbë tutje e shtyva. Më ikë më ëndër me vap. Hym në gjimnazin ku erdha Arjosh, te klasa ku jepja mësim. Pashia atë vajzën në bankën e tretë. Sa kripi ka kurmi, si ndrin. Unë, buzët lëpi, dhe bie në mëkat. Në ndër nga ta di që jam plak. Gjdesha që u zgjova më martë të një lumë, as ëndrën se kam hak. Po kjo je ti, thash i habitur, që gjumin më mbushje me driza. Kur shkumën e gjakut, knajsia ma frynte sa më zgjidhe i kërthiza. Kur me atë bukuri, edhe eshtrat mi ktheve, në fyë i që qanin si brym. Ti, shkolla ime e pare vjershërimit, akademia ime me frym. Po pse? Ç'kujtove? Do të jepja një tjetër tani? I plakur, i bër një dorë? Shiko sa nuse të bukur të gjeta, sa gjaku në borë. Si të lën kam në duar të një gruaje që nazet si dije më vdes? Të tapia të qikës shpirt që të kam betur si një pikël ves. Që të them? Që të them as gjuar as ëndër? Nuk e që të thuash, po e ti pa bes. Të rjetën ke dashur të jesh një dhëndër në dasmë të zezë. Tani që nusen ta gjeta, fli, ja, të ngrose ngricësh jashtë. Nuk më prish punë, me mendje kullot, si ka u plak në kashtë.
Profesor, besoj që me këtë poezie kemi përmbushur ciklin e dëshirave. Ne kemi përgatitur ende materiale, por më thoni ju si doni të vazhdojmë, si e keni kohën, por ndoshta duhet të vazhdojmë dhe me personazhin tjetër ndo zgjetja. Unë mendoj që pa ndoshta duhet ta kishim planifiku, po Ilirën. Mimoza nuk e di si jemi në Lebrit, në Tepelenasit, po unë do thosha, nëse do përgjigjesha si lab, do thosha është mirë ta gdhim. Na duke marrë për Petritin. Por, unë e di programin tuaj, e di që unë e dua shumë edhe ndo zgjetjen, e kam pas mik, është njeri që e dua, dhe dua të lënë në programin tuaj, u falenderoj shumë për këtë që keni bërë. Tani, ta themu në të përgjigjen tjetër, neve mund të gdhim. Mozat, më lërë ta them një fjalë të lutem, shefe. Më vjen shumë keq ta mbyll kaq shpejt me Petrit Rukën. Shefe, më lërë ta them një fjalë të lutem. Patjetër, mund ta thuaj. Thuaj një fjalë si Shkodran. Si Shkodran, po them, ti vërtet thu që mund ta gdhim, por me dy qaj, por me qaj që ke ti, e me ujë që kam unë, si u gdhika? Mua çuditërisht më erdhi zëri sa filluat emisionin, se kam qenë pas zovare. Edhe thosha si do flas me shenja. Po ndue. Do më lejosh në mbyllje të them diçka? Patjetër. Për hatër tonë. Do t'i kërkoj ndjes një tepelenesi tjetër të madh poezisë shqiptare, Agim Sheut, dhe duke parë atë shtatorën e Petrit Rukës në Tepelen, që është një nder i madh dhe jam gëzuar shumë kur është bërë ajo, dua të citoj një strofë nga Agim Sheut, por ku ka bërë një korrigjim, që po ja dedikoj tashti Petritit. Koha hedh pa prerë, mbi shtatoren tënde, dimri flok bore, vera drithane. Qofti përjetshëm Petrit Ruka. Faleminderit, mbyllje më të bukur s'kishim se si bënim. Faleminderit. Ilirian, fjala fundit e jotja për këtë dedikim të paktën për këtë herë. Dhe pse jo, në materialet I kemi, mund të krijojmë diçka tjetër. Nuk të bezdisim ty ma, e di që nuk na vjen ma, jena të sigurt, okay? Ke punë të tuja të shtetit, ti merru me shtetin, ne merrena me emision. Ti merru me partit. Profesori asnjëherë s'na ka thënë jo, gjithmonë e ka mbajtur fjalën. Unë kam një falënderim të madh për gjithë çka keni bërë, gjithë çka kanë bërë të gjithë që morën pjesë në këtë emision, me Mimin, me Nduen, me Sokolekën, që e kështë bërë të mrekullueshme atë këngën, dhe me ty Sandër, dhe sigurisht me fjalë me violinë e parë të orës poetike. Me spagën. Me Mimozën, nuk të lejoj të flasësh për shefen. Nuk të lejoj të flasësh për shefen. Dhe unë besoj që të gjithë ne u përpoqëm të bënim një gjë me dashuri, siç I takon Petritit, dhe me sa duket tani jam në moshën që I hedh nga njerë syt lart, me fjalë, dhe them Kush jeton sipër? Kush jeton sipër? Them me vete, është ai, është Zoti I Madh, me fjalë. Dhe them me vete që Petriti na ka dëgjuar. Jam I sigurt që na ka dëgjuar. E uroj me shpirt. Pavarësisht se unë nuk jam një bestyt dhe praktikant feje. Petriti është lart dhe na ka dëgjuar. Ju falenderoj shumë të gjithë. I ndrit shpirti. Faleminderit, të marrni emisionin tuaj.
Faleminderit. Natën e mirë, miqtan, ju falenderojmë jashtëzakonisht shumë, sidomos për çka ne u munduam të gjithë të sillnim modestisht, me sa na e lejon teknika, me sa na lejon koha, me sa na lejon platforma, por mendoj që faleminderit Petrit Rrugës për çfarë ishte dhe çfarë ka bërë. Natën e mirë. Natën e mirë dhe faleminderit të gjithëve. Natën e mirë. Atëre, ne mos ta vazhdojmë. Ja një sekondë, Sandri, ti largoj të ftuarit unë sepse varet nga ne. Mimi do na ndjeki sërish, mund të qëndrosh në këtu dëgjim, Mimi, ose mund të jesh në backstage për pak sa ne të bëjmë. Ule tani pak në backstage sa të bëjmë atë momentin. Dakord, Mimi? Okej. Atëherë, Sandri, kemi mbritur në një kohë cilën nuk e kishim parashikuar ka gjatë, dhe unë për këtë dua t'i kërkoj ndjes të gjithë dëgjuesve të cilët nuk mundëm dot të lexojmë komentet për efekt të kohës. Ndoshta ne u nxituam kur bashkuam dy kolos të letërsisë së bashku dhe mund t'i kishim ndarë dhe të kishim kohë më shumë në dispozicion për secilin. Tani ne nuk kemi më kohë që të pendohemi sepse kemi po vrapoj. Dhe dua të them dy fjalë për ndosgjetjen për gjithë dëgjuesit tanë. Ka lindur në Bërtic në 9 mars të 44-s dhe në 7 qershor të 2010-s ka vdekur. Kur ishte 7 vjeç, prindrit vendosen me banim në Lezhë, pra nuk ka lindur aty, ka lindur në Shkodër. Në vitin 70 filloi të botoj poezitë e para. Merret vetëm me poezi në gjithë jetën e tij. Është autor i mjaft të vëllimeve poetike. Një studiues i njohur e ka cilësuar, kjo është shumë interesante, e ka cilësuar Ndocin poet që di me çdo varg të tij t'i bjerë bukur tastirës së humanizmit. Besnik i patundur i bindjeve dhe prirjeve të veta dhe që si orakull vazhdoi jetën e vet dhe nuk ka qenë konformist me asgjë në botë, vetëm me poezinë e tij. Ardhja e tij në letërsi shënon disi rënjen morale të shkëlqimit të improvizuar të poetëve që u mungonte sinqeriteti i kohës. Fal kësaj gjëje gjetë krijimtaria e tij mbetet e aktuale edhe më sot, edhe shquhet për sinqeritetin e vet. Krijimtaria e Frederik Reshpjes, ndosgjetjes, bashkuar me atë të Jorgo Bllacit, mbahet si sfida e poetëve ndaj poetëve të diktaturës. Do të thoj edhe një fakt tjetër për të fundit, dhe pastaj do të thrasim të ftuarin ton, artistët e mëdhenj, edhe tragjedi duket sikur i kanë të mëdha. Megjithatë, poeti që shkroi poezi për botën shpirtërore të njeriut është vetë ndosgjetja, poeti i cili shquhet për sinqeritetin e tij, poeti i cili shquhet për stilistikën e veçantë të tij, poeti që ka një poezi elitare, poeti që është i shquar në poezinë moderne, poeti i përvetshëm që di të iki atyre shabloneve të mundshme të kohës, etj. Për më shumë, të dashur miq, me ne do të jetë i ftuar, sikurse kemi njoftuar, Profesor Rudolf Marku. Sapo ne ta kemi në studio, unë do t'ju ftoja në fakt për të ndjekur një këngë përshëndetëse për të, si thua Sandri? Unë doja ta filloja ndryshe prezantimin e profesor Rudolfit, në qoftë se ma lejon dhe pastaj mund të fusim. Okej, atëherë derisa ta marrësh ti në li, unë do lexoj poezi kushtuar Ndosgjetës në 1972. Gazeta Zëri i Rinis me 27 maj boton nga poeti vetëm 20 vjeçar, që pastaj do ishte laureati i parë shqiptar, Rudolf Marku, titulli Ndosgjetja. Kaloj për ditë pranë heshtjes së tij. Të tjerët bëjnë zhurmë. Të tjerët thonë se heshtja kurrë s'të sjell lavdi. Brenda mureve të heshtjes, dita dhe nata shkrihen në një. Ja ku shfaqet i krusur mbi letrën e bardhë, të tjerëve nga vetja u jep çdo gjë.
Në dhomen e tij të gjitha ngjyrat e ëndrave kanë stinët. Dita zgjatet gjithmonë deri në kufirin më të largët të natës. Të tjerët mburren se e kanë parë hënën gjatë ditës. Në një kohë tjetër, që e quajmë dikur, do përulen përpara tavolinës së tij, ata që bën zhurmë dhe nuk ndruan kur. Rudolf Marku. Atëre, ne do ta presim Rudolfin, profesorin ton, vetëm pas kësaj kënge përshëndetje, të sillim pak prezencën e ndotur mes nesh. Që bukur sa më jepet të pyes çfarë më je ti, njeri apo art, të shoh dhe vjershat e shkruara i gris dhe para teje zbehet çdo varg. Ti e poezia, të tjerat janë proza. Ti e poezia që s'bëhet dy herë. Ti e frymi mzimi që më dehu dhe bota më duket e tëra e larë me djell. Kaq diti jetën për krau me mua, dite për ditë në rim kaq pranë. Sa që më e dashura fjalë të dua, u bë e zakonshme si buka që ham. Kur më jepet e tëra qenia jote, marr botën në dorë dhe të fsheta djadi, dhe putja përsëritet dhe bëhet si kopje, them gjëra të mençura që s'kan poezi. Prandaj ike më lërë deri në mbrëmje, ose largohu një javë se vije të marë. Unë dua të jetoj me mungesën tënë, të krijoj pa ty në vetë një halë. Më duhet një bosh që kërkon të mbushet, më duhet një gjem që nga brenda më thellë. Më duhet të krijoj një dimër pa lule, më duhesh të duave në jetë. Kaq diti jetën për krahu me mua, dite për ditën e rim kaq pranë. Sa që më e dashura fjalë të dua, u bë e zakonshme si buka që ham. Kur më jepet e tëra qenia jote, marr botën në dorë dhe të fshehta t'jadi, dhe putja përsëritet e bëhet si kopje, them gjëra të mençura që s'kan poezi. Pas kësaj kënge të këndshme që sërish meriton një falënderim të jashtëzakonshëm Sokolekaj për muzikën të ndjerit dhe të famshmit Ndocgjetja, me këngën e tij më të bukur, ne do të sjellim tashmë për të gjithë dëgjuesit tanë, të cilët janë në pritje të zërit më potent të letërsisë, profesorit ton Rudolf Marku, i cili do të jetë me ne në një formë tjetër për shkak të një arsye teknike edhe të platformës son. Profesori do të jetë së bashku me ne, por profesor, ke të disaktivizuar mikrofonin. Vetëm një çast, Sandri, profesori është me ne. Profesor, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe për të gjithë dëgjuesit tanë. Profesor, mirë mbrëma. Ka të disaktivizuar mikrofonin. Nuk dëgjohesh. Mikrofoni jot është i disaktivizuar.
Nuk dëgjohet profesori. Ndërkohë, Thujtë të... Pa. tani është okay. Tani, të lutem, Sandri, se e kemi pak të vështirë lidhjen. Atere, me ne të dashur miq, profesor Rudolf Marku, i ftuari i mbrëmjes për të përcjell të gjitha emocionet nga afër të ndoc gjetjaj, miku i tij ngushtë, i cili do të na sjell gjëra ndoshta edhe të padëgjuara, apo jo, profesor? Mirë se erdhe mes nesh. Profesor, më dëgjon? Nuk dëgjohet. Se nuk dëgjohet? Ka të disaktivizuar mikrofonin sërish. Profesor, më dëgjon? Nuk dëgjohet. Profesor, më dëgjon? Okej, ti e ke në WhatsApp. Atëre, do të bëjmë një lidhje tjetër. Profesor, unë po e mbyll këtu dhe po ju marr nga Messenger. Kemi një shkëputje të vogël fare, sepse profesorin do ta kemi këtu në studio në një formë tjetër. Sandri, mund ta telefonosh ti? Patjetër, kur ndodh gjërat kur janë direkt, kur janë live, ka dhe nga të tilla probleme. Ndërkohë unë të ftuarit nuk do t'i lënë në heshtje derisa të krijojmë këtë lidhje. Unë dua të sjell një poezi nga mikesha jon që kemi në backstage dhe do ta sjellim për ta përshëndetur dhe për ta ndjekur së bashku poezinë. Në çastin kur fjalën e zuri nën vete numri, shpirtin filloi të mos e nxinte trupi, dhe plasi palca e jetës me një klithje të fortë, dhe doli nga e çara poeti i parë i botës. Ai gabimisht nuk lindi që të lëpi me vargjet çizmet e të mëdhenjve e copzat e mecenatëve, dhe gabimisht nuk rrone, gabimisht s'do të vdes me prapanisën mbi karrigen e karrierës. Ai erdhi që të kryej porosinë e madhe të shpirtit, me alkiminë e fjalës të shkri gurët e Sizifit. Ai ishte heshtja e rëndë që do të mbytet me fjalë. Ai është lufta e dritës me të kundërtën e saj. Ai është boshi i qenjes që kërkon të mbushet. Ai është faqja e virgjër që dëshiron të puthet. Ai është çasti i ri që nuk përsëritet kurrë. Ai është plak, fëmijë, grua, djalë, burr. Ai është shurdhëria e verbër që kërkon veshë dhe sy. Ai është malli yt për mua dhe malli im për ty. Ai është vera në dimër dhe pranvera në vjesht. Ai është ai që se dim kush është. Komplimente, Mimi. Moza tani provoje, të lutem. Ta provoj në WhatsApp. Po. Profesorin e kemi këtu mes nesh. Profesor, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Do të afroj një çik që ta kemi sa më prezent. Profesor, jemi shumë të gëzuar që më së fundmi na u bashkove, do donim të kishim këtu në panel të 4, po në pamundësi do të kemi kështu. Neve sa po kaluam një palë emocione, kaluam nga Labëria dhe kemi mbërritur, kemi marrë udhëtimin tonë dhe kemi zbritur në Lezhë. Kemi ardhur në qytetin e mikut tuaj dhe qytetin tuaj njëkohësisht, Ndocgjetja. Atë poetin me fytyrë Krishti, që njihet për emblemën e vet dhe njëkohësisht edhe për testamentin e poezisë së tij. Si mik i tij, do na sjellësh një kujtim, një amanet të tij, një mesazh ndryshe?
Shiko, në radhë parë, unë nuk e shoh juve. Ne Rrugulloni kamerën, apo ja tani ndrejt. tani më shikon mua, po unë duaj që të shikosh ata. Jo, s'ka gjë. Kush kanë ata? Se nuk shoh njëri tjetër. Kthej kamerën këtë tjetër, më zë. Jo, unë po do dëgjohet vetëm zëri. Shoh vetëm ekran kompjuterit. Edhe nuk i shikon personat këtu? Jo. Ja kur Sandri, mi Marianaku. Tani, por nuk e keni të fokusuar kamerën, e keni kështu, është vetëm 1/4 ekranit. Shfaqeni pastaj Po. Jeni me kokë boshtë. Jo, po ne duam që të shohim ty. Në rregull. Në qoftë se ti na dëgjon, ne në rregull duke pa ty. Atëherë, në qoftë se ti na dëgjon ne jemi në rregull duke të pa ty. Në rregull atëherë. Okej. Mos ta ngrije pak më sipër. Atëherë, moza të pyeti atë gjan më të thjesht që është për ty. Kush ishte në xhetja? Jo, profesor, unë do atëre po ta formuloj ndryshe pyetjen. Njihet Ndoc gjetja njihet si poeti që sinqeritetin e kishte pjesën më spikatse në poezinë e tij. Si ka funksionuar që nuk ka bërë kompromis asnjëherë, po ka qëndruar gjithmonë ai zotri në poezi? Çfarë e bënte kaq të veçantë për krijimtarinë atë? Shiko, në radhë parë kam një vërejtje që shoh një lloj nxitimit edhe një lloj disorganizimit. Për të folur për një poet si Not Gjetja dhe për një poet i saturës së Not Gjetjes duhet pak një përqendrim, shoh një lloj nxitimit. Dhe ndoshta mendoj që do të ishte më mirë për ta lënë për një herë tjetër. Ashtu mendoj dhe unë në fakt. Ta lënë për një herë tjetër sepse shoh që është një lloj nxitimi. Not Gjetja meriton një emision të dedikuar. Po, me një ma me dignitet. Ju sa po folet tani për dignitetin e poetit Not Gjetja, dhe mendoj që ai e meriton këtë një emision të veçantë që të flitet me qetësi dhe të flitet pak të problemet teknike që na dulen tani pa pritur dhe të kemi edhe kohë. Si menoni ju? Se nuk du të bëjë diçka kështu e nxitume. Ja qysh në fillim, qysh në pyetje, sinqeriteti. Sinqeriteti është një element i poezisë së Nocit dhe i 100.000 poetëve të tjerë që kanë ekzistuar në botë. Do të thënë, nuk fillohet me kështu me sinqeritetin, nuk fillohet me pjesët anatomike të poetit. Fillohet si blok. Not Gjetja është një ndër poet e poezisë shqipe, nuk është personazh, siç u tha në një moment. Not Gjetja si poet krijon personazhe, nuk është vetë personazh. Do të thënë, është më mirë se të flasim një herë tjetër, të flasim më me në mënyrë më të shtruar, më të pjekur dhe më me dignitet. Norsa u futën dy poet që janë secili për tyre meriton vëmendjen e duhur. Ke hapësinën e vet për të folur. Unë noqa me kënaqësi shumë të madhe mikun tim Ilian Zhupa për poetin Petrit Lukaj, me pëlqej shumë. Gjithçka çfarë u fol aty, me gjithë ato kujtimet, me vlerat e zbulimin e vlerave të poetit. Dhe po kështu e meriton edhe Not Gjetja një hapësinë në vete.
Prof, Ne hapësirën e kemi, por me qënë se kemi këtë lidhje jo të duhur, mund ta organizojmë një moment tjetër. Sa hapësirë kohor e ke? Ajo varet edhe nga ju sa mundësi keni. Jo, unë rri plot. Po ne do të donim ndoshta më mirë Sandri që profesorit ishte në kushtet e njëjta me ne, ishte në studio. Prof, Kjo është një nga arsyet kryesore që bën emisionin ndoshta që të Moza, të lutem, i sekond. Të lutem i sekond. Tu jam këtu, të dëgjoj. Një sekond. Profesor Rudolfi, është krejt e vërtet ajo vrejtja që bërën në fillim. Është krejt e vërtet. Edhe i kërkojmë të falur, jo vetëm ndocit, edhe ty, por edhe të gjithë spektatorëve dhe atyre që po na ndëgjojnë. Ishte një korrëmbol në mes pyetjes që po bëja unë dhe pyetjes që po bëri Moza, pa justifikuar si gjë. Ke shumë të drejtë që duhet me atë dignitetin që i takon, jo vetëm atij, por çdo secilit prej, po edhe të krijojmë javën tjetër një program, ashtu si e bëmë edhe për atë, është në fajin ton që nuk kishim një mundësi kohore të kalkulojmë sa është minutazhi i të parit me të dytin, u mundu me e ba në mënyrën ma praktike, ma të bukur, duke futur dy personazhe dhe duke kriju një spektakël në vete. Por është krejt e vërtet, të kërkojmë të falur, edhe unë mendoj që javën tjetër, të mërkurën tjetër që vjen, në të ulemi prapë kështu si jemi bashkë, në qoftë se për ty është e mundshme, se nuk i di si i ke mundësit kohore. Atëre, Sandri, me qënë se ta mbaroj një sekund. Të lutem, ta mbaroj një sekund. Të lutem, Moza. Në qoftë se është e mundur, ne bisedojmë pasaj bashkë, ne të mërkurën tjetër, e fillojmë programin dhe e mbarojmë me ndot gjetjen. Si mendon, prof? Po, në rregull. Shiko, të sqaroj diçka. Këtu nuk është fjala për të kërkuar të falur ose për të thënë që u bënën gabime e tjera. Nuk ka asnjë gabim, asgjë për të kërkuar të falur. Thjesht është për të bërë një emision sa me dignitet dhe me dignitetin që e kërkon vetë figura, që e meriton vetë figura e zgjedhjes. As nuk diskutohet, është e pa diskutueshme, jo vetëm thjesht për Nocin, por edhe për ty si të ftuar, por edhe për çdo poet tjetër, ne atë mundohemi që t'japim dignitet çdo të ftuarit dhe dignitet edhe vetë emisionit. Të themi që na ka rrshitur ky program sonte sepse nuk kishim mundësi ta mbyllim përpara dhe është komplet të drejtë se nuk mund ta vazhdojmë më gjatë se ka mundësi që edhe të na hedh programi poshtë. Dhe prapë do të thotë nuk kemi basi gjatë. U jam krejt dakord që ta bëjmë të mërkurën tjetër që vjen, kështu si jemi, dhe fillojmë edhe herë nga fillimi. Kështu do të ishte më mirë mendoj unë. Më mirë për emisionin, më mirë për ju, më mirë për dëgjuesit që na njekin, për shikuesit që e njekin emisionin dhe për në radhë e parë për figurën e zgjedhjes. E poetit Nocit. Jam plotësisht dakord. Moza? Po patjetër, unë shikoj dhe kohën që është minutazhi është në të mbaruar, por ne mund edhe ta shtynim një orë, por duke qenë se profesori nuk është në kushte teknike
për të qenë këtu me ne ashtu siç duhet dhe për të dëgjuar më mirë, do ta bëjmë në ose të mërkurën ose si do shohim kohën dhe mundësinë e profesorit. Të mërkurën tjetër. Profesori është dakord, është në dispozicion, ne bisedojmë, por ne programin e kemi gati dhe të mërkurën tjetër e bëjmë. Okej. Mbesim kështu, profesor. Ne I kërkojmë Shiko, për mu, ne vazhdojmë edhe tani më se kjo çështje nuk është çështje e kohës, se sa është çështja e cilësisë së programit. Dhe unë shoh që ka një mutje, një farë mutje, nuk është çështja e mungesës së kohës. Mund të flasësh Jo, prof, ndoshta jo ngutja ndolli sepse ne bam korrombol me dy pyetje, njëri me tjetrin dhe faji ishte jemi dhe pranoj unë, domethënë që ishte fajimi, por nuk ishte çështje mutje. Andrej, ne mund ta mbyllim emisionin dhe diskutojmë pastaj sepse dhe dëgjuesit nuk duhet t'i mbajmë ende pezull. Mirë do t'ishte që edhe komentuesit t'i falenderojmë për mesazhet që kanë dërguar, ndoshta edhe t'i lexojmë meqense kemi edhe 10 minuta kohë, duke I kërkuar ndjes. Shumë në fakt thonë le ta bëjmë sonte për Ndocin, Nikol Njeçi është këtu dhe thotë ta bëjmë sot. Shumë të tjerë thonë më mirë 2 orë të dedikuara sepse është një figurë e tillë që kërkon vëmendje edhe profesorin ne duam në studio që të mund të kemi mundësi për t'u marrë vesh, sepse unë bëra një pyetje në fillim, pastaj e ndryshova pyetjen, I bëra një pyetje tjetër dhe profesori me të drejtë thotë që ka një lloj nxitimi. Ka një lloj nxitimi sepse dhe interferenca e internetit dhe të gjitha gjërat sot nuk janë në cilësinë e duhur. Prandaj jam dakord me profesorin. Ne mund ta bëjmë ditën e mërkurë, duke I kërkuar ndjes të gjithë dëgjuesve, duke I falenderuar për vëmendjen, edhe duke I uruar ndoshta pse jo vazhdim të mbar për orët në vazhdim. Si mendoni? Profesor, mund t'i përshëndesim të gjithë dëgjuesit duke I kërkuar ndjes për vëmendjen që meriton vërtet figura e ndosgjetjas. Jo për mungesë të seriozitetit tonë, ne kemi punuar dhe I kemi të gjitha materialet, por për efekt të kohës edhe të internetit, ne jemi të detyruar t'ju themi mbrëmje të qetë, faleminderit për vëmendjen e deritanishme dhe faleminderit të gjithë bashkëpunëtorëve dhe miru takofshim ditën e mërkurë. Natën e mirë. Natën e mirë. Pjesën e parë për Petër Trukën edhe për Ilirian Zhupën. Ishte vërtet për t'u lavdruar, një bisedë e mrekullueshme. Të tillë kishim menduar në fakt edhe për Ndocin, por nuk kemi çfarë I bëjmë arsyeve teknike. Do ta bëjmë patjetër shumë herë edhe më të bukur se ç'e kishim parashikuar. Natën e mirë të gjithëve. Faleminderit.